ka qenë një konkurs i hapur për diplomat, edhe unë pa ta apliku, që shka ta apliku krejt kandidatet tjerë. Normalisht një email që nuk më ftona për intervist, sepse si kumë plotësu kriterët. Boj ankesa, të më thonë në shkallë të ndryshme, të këshilli, mas pari ministri, pastaj të këshilli për mbikëqyrje të shërbimit civil. Si përfundem, del pasi që u bo virale ajo punë, del që si pas Ministrisë Punëve të Jashtme, unë nuk e kumë pas diplomë nostrifikume. Tashti, në konkurs nuk ka figuru askon që është dashtë me qenë diploma nostrifikume, edhe unë tjetra ta ulanti këtë edhe ma mirë që procesi konkurimit e procesi në nshkrimit kontratës janë procese të ndami juridike dhe kërkojnë në veprimet ndryshme juridike. Unë mande ju mankute ombudspersonit, avokati i popullit, që më ka dhënë drejt, si pas avokatit popullit, unë jam diskriminu në procesin e konkurimet, i ka rekomandu Ministrisë Punëve të Jashtme që me sanu këtë veprem, ata normalisht e ka një njëru totalisht, që këto nuk është roli vetëm akemi aske institucione. Ka qenë në listë dikush tjetër që e kanë njohur edhe një listë pritje kështu veç se e quar me porosi, apo cilat janë dyshimet tua? Atëre, lista ka dalë, ata njerëz edhe sot punojnë, prej tyne ka njerëz shumë përgaditën që po ashtë punojnë, po prej tyne ka pas edhe njerëz që kanë pas këto sfond apo prapavija partijake, të lidhur me partitë e atëhershme në pushtet, po unë mendoj që kryesisht ka ndodhur se ata janë mësuar me këtë praktikë dhe janë mësuar mos me anku kërkosh. Ndërsa pse mandej nuk është sanu, është se avokati i popullit në shumicën e hera këto vendimet e tij kanë karakter rekomandus, nuk kanë karakter kështu ekzekutiv, obligativ. Që unë mendoj që institucionet, ato që janë do të me u fuqizu nëse e kemi për një mand mbrojtjen e parimeve bazë dhe mbrojtjen e drejtave të punëtorëve. Se ka, do më thonë, jam me letra e diskriminume për shtetit, me pas dash me kërku azel dikon, base kisha mujtë të marrë nëse kisha pas nevoj, po unë për kësaj pune nuk më përfitu kur gjë për sa i përket drejtës tam. Kisha mujtë me përfitu nëse kisha shku në gjykat, kështu isha shpërbly nëse zgaboj materialisht, nëse kish vlerësu gjykatë si tillë, po unë nuk më vazhdu. Pse? Se nuk ka qenë poenta jam me përfitu financiarisht për asaj pune. Poenta jam ka qenë me kërku drejtësi edhe me kërku meritokraci. Gjë që u arrit, pak a shumë përmes rekomandimit pozitiv të avokatit popullit, po që normalisht Glau Konjufsen atë ko ka qenë Ministri i Punëve të Jashtme, ka vendos me i besu ati departamentit i ligjorit, i njëjti që i ka bo dhe këto farë këfinta, jo një mendimit profesional të avokatit popullit. Soj që jetë e kuraju për me apliku? Jo të kuraju totalisht, të ntashe presë të pasaportën italiane, nuk kam kur farë interesi me punu atë, po ma kanë prej vullnetit me të vërtet, në e këm pas që më për zamër, unë këm marrë prej Italis për atë punë, me punu si diplomate, po nuk mendoj që më do të aplikojnë dë njëherë. Pak s'ku më apliku më korë në institucione shtetërore dhe që deklarojnë ndashta jo me krenari që në korë nuk më marrë rogë për i bugjetit Kosovët.